Jeta jonë nuk është vetëm fest, por as vetëm punë. Nuk është vetëm gëzim, por as vetëm mundim. Jeta është një udhë e shenjtë, ku festa dhe puna ecin së bashku. Ashtu si ecë njeriu me dy këmbë. Nëse mungon njëra, rruga bëhet e vështirë dhe paqëndrueshme. Zoti na krijoi jo vetëm për të punuar pa pushim, as vetëm për të festuar pa përgjegjësi. Që në fillim të krijimit, shkrimi i shenjtë na tregon se Zoti punoi 6 ditë dhe ditën e 7 e shenjtëroi. Kjo na mëson se puna është bekim, por edhe pushimi është i shenjtë. Jeta është fest, sepse është dhuratë nga Perëndia. Çdo ditë që zgjohemi, çdo frymë që marrim, çdo njeri që takojmë, është një arsye për falënderim. Festa nuk është vetëm këngë dhe gëzim i jashtëm, por është gëzim i brendshëm, është paqja e zemrës që vjen kur njeriu e di se jeton në praninë e Zotit. Por jeta është edhe punë, është përpjekje e përditshme, është luftë shpirtërore, është sakrificë dhe durim. Është thirrje për të mbajtur kryqin ton çdo ditë, ashtu siç na mëson Krishti. Puna nuk është ndëshkim, por mënyrë shërbimi. Shërbim ndaj familjes, shërbim ndaj shoqërisë dhe ndaj kishës. Festa pa punë e zbradh shpirtin dhe çon njeriu në përtatësi. Puna pa festë e lodh zemrën dhe çon njeriu në dëshpërim. Kisha na mëson të ruajmë ekuilibrin e shenjtë, të punojmë me përulësi dhe bindje, por e të festojmë me falënderim dhe lutje. Liturgjia hyjnore është festa jonë më e madhe. Aty ne marrim fuqinë për të vazhduar punën tonë në botë. Të jetojmë pra një jetë ku puna bëhet lutje dhe festa bëhet falënderim. Një jetë ku çdo ditë, qoftë në mundim apo në gëzim, i drejtohet Zotit. Vetëm kështu jeta jonë bëhet e plotë dhe e bekuar. Amin.